Lavdëroni Zotin, se është i mirë. Halleluja. Lavdi Perëndis që edhe këtë vit të ri kalendarik filluam katekizmin këtu në kishën e Shënë Premtes. Dhe tema që do të bëjmë sot ka lidhje me një fjalë që ka thënë Apostulli Pavli: mos u gënjeni, shoqëritë e këqija prishin zakonet e mira. Në këtë vështrimin e krishterë ortodoks, shoqëria shihet si bashkësi personash të krijuar nga Zoti, të thirrur për dashuri, përgjegjësi dhe shpëtim të përbashkët. E para duhet të sqarojmë që njeriu është një qenie shoqërore. Sipas ortodoksisë që mbështetet në shkrimin e shenjtë, njeriu u krijua në fillim i vetëm, pra u krijua njeriu i parë, Adami, por Zoti Perëndi tha: nuk është mirë që Adami të ri vetëm, t'i bëjmë një shoqe. Kështu që Perëndia i bëri gruan Adamit nga brenja e tij dhe aty filloi shoqëria e njeriut me njeriun. Prandaj, njeriu është krijuar si një qenie shoqërore, ku në shoqëri ushtrohet dashuria, sakrifica dhe shërbimi për njëri tjetrin. Njeriu u krijua si një qenie shoqërore edhe për të ushtruar në virtutin më të lartë që është dhe njeriu, dashuria, që bën këtë të ngjashëm me Perëndin. Prandaj, edhe i gjithë ligji dhe feja në Perëndin përmblidhet në atë çfarë Krishti tha: duaje Zotin Perëndin tënd me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd dhe me gjithë mendjen tënde. Ky është urdhrimi i parë dhe i madh, dhe i dytë i ngjashëm me të është duhet të afërmin por si veten tënde. Nga këto dy urdhrimet varet ligji dhe profetët. Pra, sipas këtij ligji, që është, si them, zemra e gjithë ligjit dhe profetëve, njeriu është thirrur në shoqëri dashurie për Perëndin, që ta dojë Perëndin mbi veten e vet, dhe është thirrur në dashuri për të afërmin që ta dojë si veten e vet. Që është një dashuri pa interes, jo egoiste, ashtu si Zoti Krisht na mëson: duajini njëri tjetrin sikurse edhe unë ju kam dashur juve. Por ku është shoqëria gjithmonë me dashuri? Vetëm atje ku ka themel dashurim për Zotin, sepse Zoti është dashuri. Dhe duke qenë se Zoti është dashuri pa interes, aty ku ka themel dashurinë e Zotit, ka dhe një dashuri të sinqertë dhe të vërtetë edhe njeriu me njeriu. Por duhet pasur kujdes, sepse ne duhet të zgjidhim themelin e dashurisë së vërtetë, që formon shoqërinë e vërtetë. Atë që dhe Apostulli Pavli thotë: le të kujdesemi për njëri tjetrin për të nxitsur dashuri dhe vepra të mira. Por, siç thash, apostulli tërheq edhe vëmendjen për ndikimin që ka shoqëria, sepse njeriu nuk mund të qëndrojë në dashuri neutrale. Pra, o do kesh një shoqëri të vërtetë me dashuri të sinqertë, ose do kesh një shoqëri me interesa. Katekizmi i Kishës Ortodokse është mbështetur në mësimet e apostujve, thekson se shoqëria mund të ndikojë dhe të ndihmojë në dy mënyra. Të ndihmojë në shenjtërimin, pra brenda shoqërisë, ose të çojë në mëkat dhe largim nga Zoti. Prandaj kërkohet dallim në zgjedhjen e shoqërisë. Kisha që në shekujt e parë e ka parë shoqërinë në Krishtin jo personale, egoiste, por si një shoqëri personash që kanë të njëjtin besim, shpresë dhe dashuri me Zotin. Prandaj dhe Shën Agustini thoshte: një i krishter nuk është i krishter. Pra ne jemi thirrur në shoqëri personash në marrëdhënie me Zotin. Çfarë tha Zoti? Kur 2 ose 3 janë mbledhur në emrin tim, unë jam mes tyre. Pra, Zoti nuk do që ne ta mbajmë lidhjen e tij thjesht personale, por të jetë një lidhje që nga lart drejtohet poshtë, nga
vertikale në horizontale. Dhe prandaj duhet të krijojmë një komunitet shoqëror dashurie në Krishtin. Kisha nuk është vetëm një institucion njerëzor ose një organizat, një OEQ, por është trupi i Krishtit. Dhe gjithë neve jemi qeliza ose gjymtyr të këtij trupi që bashkohemi në të njëjtin besim, në të njëjtën besë, shpresë dhe dashuri, që është drejtuar tek Zoti, por nga Zoti pastaj drejtohet tek i afër. Dhe brenda kësaj shoqërie, këtu mbështeten dhe ushtrohen virtutet ose frytet e Shpirtit Shenjtë: dashuri, gëzim, paqe, zemërgjerësi, ëmbëlsi, mirësi, besim, butësi dhe vetëpërmbajtje. Kisha ortodokse nuk pranon individualizmin ekstrem. Prandaj, edhe pse kisha e respekton dhe e motivon asketizmin eremit të njerëzve të cilët jetojnë vetëm larg shoqërisë, dhe këtu kemi shenjtor eremit, siç ishte edhe sot i eremiti i parë, Shën Pavli i Tebës, por pavarësisht se kisha i nderonte këta shenjtor, kisha shikon rrezikun e izolimit. Prandaj nxit shoqërinë, komunitetin, ose që quhen manastiret qinovike, ose të përbashkëta. Por, edhe ai që i ri i vetëm me Zotin, patjetër që nuk është vetëm, sepse, sipas këndvështrimit të krishterë, ai e shikon veten të sëmur, kështu që ndahet për një pjesë kohe nga shoqëria, të shërojë veten në bashkim me Krishtin që ty e bëhet përsëri pjesë e shoqërisë. Prandaj, edhe asketizmi eremit ose dhe manastiret qinovjake kanë këtë qëllim: shoqëri me Zotin në shenjtërim dhe shoqëri me njëri tjetrin në dashuri vëllazërore. Pra, në këndvështrimin e krishterë ortodoks, shoqëria është mjet shpëtimi, por, siç thash, është dhe rrezik shpirtëror, varet nga vlerat që mban një shoqëri. I krishteri nuk është i thirrur të jetë izoluar vetëm me veten apo edhe me thjesht me një grup të krishterësh, duke krijuar një lloj getoje. Jo, sepse atëherë ne do të jetonim të izoluar në botë, do ishim vetëm në një shoqëri midis të krishterëve. Por, siç këshillon dhe apostulli Pavli, krishteri është si një qenie shoqërore edhe në botë, dhe në botën e mëkatit. Ai është lejuar që të ketë marrëdhënie shoqërore, profesionale me njerëzit që janë rreth tij. Shikoni çfarë thot apostulli Pavli. Ju kam shkruar në letrën të mos përzini me kurvar dhe as pak me kurvarët e kësaj bote, ose me lakmusit, ose me hajdutët, ose me idhujtarët, sepse atëre duhet dilni nga bota. Por tani ju shkrova të mos përzini me atë të ashtu quajtur vëlla, pra që është i krishter, që është kurvar, ose lakmues, ose idhujtar, ose shpifës, ose pianec, ose cub, pra vjellës. Me një të tillë madjes mos hani bashk, sepse a më takon mua të gjykoj ata që janë jashtë, a mos i gjykoni ju të brendshmit? Pra apostulli Pavli na thot neve që ne të krishterët nuk duhet të rrim, si thash, vetëm të izoluar me njëri tjetrin, por në marrëdhënie shoqërore të detyrueshme që kemi në këtë botë, që janë marrëdhënie, si them, edhe shpeshherë profesionale, miqësore, me interesa ndryshme, materialiste, neve patjetër që jemi të detyruar të shoqërohemi dhe me njerëz të cilën nuk e kanë besimin ton, nuk e kanë moralin ton, por kjo nuk do të thotë se ne me ata njerëz, si them, kemi besuar shpirtrat tona ose jetët tona. Thjesht me ata bashkëpunojmë në fraksionet e kësaj jete, aq sa na intereson ne për të jetuar në një marrëdhënie shoqërore, sociale, me paqe me gjithë sa është e mundur dhe pa pranuar të ndikohemi nga të tjerët. Kurse, shoqëria e krishterë është tjetër gjë. Shoqëria e krishterë është pjesë e trupit të Krishtit. Dhe kjo është një shoqëri e shenjtë. Dhe në shoqërinë e krishterë ne nuk mund të tolerojmë degenerim, amoralitet dhe gjithë veset njerëzore. Në qoftë se është dikush brenda kësaj shoqërie të krishterë i tillë, apostulli Pavli thot me këtë thot mos rini. Këtë largoheni thot. Sepse ky infekton me shembull negativ shoqërinë e krishterë. Pra shoqëria e krishterë është e shenjtë.
Kurse shoqëria me tjerët është një shoqëri praktike, funksionale, aq sa nuk dëmton besimin, virtutet dhe moralet tonë. Besimtari thirret të jetojë në shoqëri, siç thash, edhe në botë, por pa u bërë rob i mëkatit, duke qenë dritë dhe shembull për të tjerët. Pra, i krishteri sipas rrethanave të kushtëzuara apo dëshirës për të qenë pjesë e shoqërisë botës, duhet të ketë kujdes nga ndikimi i shoqërisë së botës. Prandaj në shkrimin e shenjtë të riqet vëmendja, mos u mashtroni, shoqëritë e këqija prishin zakonet e mira. Duhet kemi kujdes në zgjedhjen e shoqërisë. Shikoni çfarë na thot fjalët e urta. Dhe këtu e kam fjalën për shoqërinë në botë, sepse në kish e kemi të zgjidhur problemin. Kemi të njëjtin besim, kemi të njëjtin dashuri, kemi të njëjtin shpresë, kemi dhe të njëjtat virtute. Por në botë që jemi detyruar të shoqërohemi, ne duhet ta zgjedhim shoqërinë. Ai që shoqërohet me të urtët bëhet i urtë, por shoku i budallëve do të dëmtohet. Rreziku i shoqërisë së keqe është gjithmonë në prezent. Lum njeriu që nuk e ecën sipas këshillës së të pabesëve. Na thot psalmisti. Por ne kemi përgjegjësinë ndaj njëri tjetrit të jetosh në botë, por jo si bota. Mos u përshtatni me këtë botë, por transformohuni në ripërtritjen e mendjes tuaj, na thot apostulli Pavli drejtuar romakëve. Pra i thot gjithë krishterëve. Pra i krishteri, edhe pse është në botë, edhe në shoqëri të botës, ai nuk duhet njësohet me këtë shoqëri. Përkundrazi i krishteri duhet të jetë si dritë tek njerëzit e errësuar nga mëkati. Pse tha Zoti ju jeni drita e botës? Të jetë si kripa i cili futet brenda shoqërisë njerëzore dhe ruan atë shoqëri nga prishja, nga kalbëzimi dhe jep kuptim. Ky është misioni që kemi ne kur shoqërohemi me njerëz të botës. Pra nëse shoqërohemi me njerëz të botës dhe jemi detyruar për shkak të marrëdhënieve shoqërore, sociale ose profesionale, ne nuk duhet njësohemi me ata. Dhe tjetër kemi një shoqëri në kish dhe tjetër shoqëri në botë. Do me thënë, tjetër jemi me performancë në kish dhe tjetër në botë. Jo, jemi gjithmonë njësoj. Edhe në kish dhe në botë. Edhe kur jemi në botë, ne do t'ju themi njerëzve të vërtetën me dashuri dhe të ruajmë moralin tek të tjerët. Shoqëria ndikon fuqishëm tek njeriu. Besimtarët duhet të jenë të kujdesshëm për shoqërinë që kanë në botë. Qëllimi nuk është të izolohemi, por të kemi ndikim të mirë. Të krishterët, siç thash, janë thirrur dhe kanë përgjegjësi për qenë dritë dhe kripa e njerëzimit. Por përveç shkrimit të shenjtë që ne cituam disa pjesë, edhe etrit e kishës ortodokse kanë folur për të mirën e shoqërisë dhe rreziqet e shoqërisë së keqe. Shoqëria ka qenë gjithmonë një element thelbësor i jetës njerëzore dhe një temë i rëndësishëm në teologjinë ortodokse. Sipas mësimit të etërve të kishës, njeriu është i krijuar si një qenie shoqërore, por njëkohësisht i thirrur të jetojë në shenjtëri. Kjo krijon gjithmonë një tension të vazhdueshëm mes jetës në botë dhe ruajtjes së pastësisë shpirtërore. Etrit ortodoks theksojnë se shoqëria nuk është neutrale. Ajo ushtron ndikim të drejtë për drejtë mbi mendimet, zakonet dhe gjendjen shpirtërore të njeriut. Shikoni çfarë thotë Shën Vasili i Madh, i cili e krahason shoqërinë e keqe, atë të botës, me një sëmundje ngjitse, duke treguar se zakonet e këqija prapen lehtësisht përmes shoqërimit. Në këtë kuptim, shoqëria bëhet një mjet dëmtues dhe jo një mjet shenjtërues. Ja çfarë thot më konkretisht Shën Vasili i Madh. Ashtu si sëmundjen ngjitse, edhe zakonet e këqija prapen nga shoqëria e keqe. Shën Joan Gojarti shkon edhe më tej, duke paralajmëruar se asnjë këshill e mirë nuk ka fuqi nëse njeriu vazhdimisht qëndron rreth shoqëror të prishur. Ai vëren se shembulli i përditshëm ka ndikim më të madh se sa fjalët. Prandaj shoqëria e keqe mund të rrëzojë dhe një shpifës të fortë. Shikoni çfarë thotë. Shoqëria e keqe dëmton shpirtin, po aq sa sëmundja trupin. Prandaj duhet të jemi shumë të kujdesshëm me kë shoqërohemi. Nuk ka asgjë më të rrezikshme se shoqëria e keqe. Ajo shkatron edhe shpirtin më të fortë. Përsëri thot Shën Joan Gojarti. Shën Isak Siriani, një atë i madh që kish Oshënar thot: "I nga ai që të fton
pra të fto nga zelli për Zotin, edhe nëse fjalët e tij duken të mençura. Maci i shoqërisë së mirë është rritja shpirtërore. Nga shoku njihet lufta e murgut, thot Shën Andoni i Madh. Pra, me kë shoqërohet murgu, atje tregon se çfarë edhe ai ka gjendje shpirtërore. Ose Shën Pais Agjoriti na thot, shoqëria ose të shenjtëron ose të shkatron. Gjendje neutrale nuk ekziston në jetën shpirtërore. Më thuaj me këri themi, të them se cili je. Prandaj, duhet kemi kujdes nga mënyra dhe se si dhe me kë shoqërohemi. Se edhe në ambientin, komunitetin kishtar, në qoftë se ne nuk shoqërohemi këtu brenda me njerëz të cilët e duan virtutin, po janë thjesht hipokrit, kjo shoqëri edhe pse është brenda ambientit kishtar dëmton. Dhe aq më shumë dëmton sepse neve sedemi hipokrit me gjërat e shenjta. Si tha Krishti, nxënësve, largohuni nga hipokrizia e fariseve. Pra, që hiqesh si besimtar, por në fshehtësi ata bënin një jetë mëkatare dhe armiqësore kundër Zotit. Por, jo vetëm brenda kishës kjo ndikon, sa ndikon jashtë kishës në qoftë se përveç marrëdhënieve të detyrueshme profesionale ose sociale, neve pastaj rrim me njerëz të botës, njësohemi me ata duke thënë që s'ka një problem. Se unë rri me një ajdut, ose rri me një imoral, ose rri me një si them gënjeshtar, ose droguar, ose nuk e di, ose njerëz të cilët pensionin e justifikojnë dhe mëkatin e kanë mënyrë jetese. Ne nuk mund të shoqërohemi me ata duke bërë shoqëri me ata duke thënë që këta s'ndikojnë tek neve. Jo, patjetër do ndikojnë. Ashtu si njëri ka zënë një smundje virale, një infeksion, sado që ti përpiqesh të mbash dhe distancën, prap rreziku është i madh. Por përveç virusit të smundjeve të trupit kemi virusin moral. Prandaj, jeta dhe përvoja na ka vërtetuar që shoqëritë e këqija prishin zakonet e mira. Bëni kujdes për këtë. Mësoni veten tuaj, fëmijët tuaj, të afërmit tuaj, ta zgjedhin shoqërinë, si në kish edhe në botë. Siç thash, ortodoksia nuk predikon një izolim dhe përbuzje ndaj njerëzve, edhe kur ata janë mëkatar. Shën Isak Siriani bë dallim mes dashurisë ndaj personit dhe shmangjes të ndikimit të tij shpirtëror. Pra ne i duam njerëzit, edhe mëkatarët, por ne nuk bien dakord me punët e tyre. Dhe aq më tepër ne nuk rrim me ata kur ata na ndikojnë në jetën tonë, si ndaj besimit dhe moralit. Atëherë ne do distancohemi para për mbrojtur veten tonë, por dhe për të patur atë distancën e sigurisë dhe ti tregojmë atjetrit që ne nuk rrim me ty sepse ti nuk na i përshtatesh jetës sonë morale dhe e në gabim. I krishterë është thirrur të dojë të gjithë, por të largohet nga shoqëria që e fto. Kini kujdes tu, nga zedhi për Zotin dhe çon drejt mëkatit. Etrit e kishës ortodokse mësojnë nuk shpëtohemi vetëm, por as nuk shpëtohemi me çdo shoqëri. Edhe kjo është shumë e rëndësishme. Një dimension të rëndësishëm i shoqërisë ortodokse është kisha, i cili për etrit nuk është thjesht institucion, siç tham në fillim, por është trupi i Krishtit. Prandaj, brenda kësaj shoqërie të kishës, ne kemi më siguri që jemi në vend të sigurt. Kjo është arsyeja që ne të krishterët e zhvillojmë shoqërinë e kishës. Jo vetëm brenda ambienteve kishtare, që do të thotë kur marrim pjesë në shërbesa ose liturgji inore, që ne bëhemi aty një komunitet, një trup i gjallë, por dhe kur dalim jashtë kishës, ne ruajmë shoqërinë me njëri tjetrin. Dhe kjo krijon ato vllazërinë e krishterë, që ndoshta është shumë e fortë se dhe lidhjet e gjakut, ose lidhjet e interesave profesionale. Sepse ne me njëri tjetrin kuptohemi, pranohemi, mbajmë barrat e njëri tjetrit, kurse ndryshe është me shoqërinë e botës. Shën Pais Agjoriti e përmbledh qartë mësimin patristik, kur thotë se shoqëria ose të ndërton ose të shkatëron. Për etrit nuk ekziston neutralitet, tham,
në jetën shpirtërore. Çdo marrëdhënie ndikon në rrugën e shpëtimit të njeriut. Në përfundim, sipas etrave ortodoks, shoqëria është një dhuratë, por dhe një përgjegjësi. Besimtari thirret të jetojë në botë, po jo sipas frymës së botës, sepse siç thotë Shën Johani, misia me botën është armiqësi me Perëndin, dhe kush e do botën bëhet armik me Zotin. Besimtari thirret të jetojë në botë, po jo sipas frymës së saj, duke zgjedhur shoqëri që afron me Zotin dhe duke bërë veten dritë për të tjerët. Vetëm në këtë mënyrë shoqëria shndrohet nga rrezik shpirtëror në mjet shpëtimi. Le ta përfundojmë këtë bisedë me dy histori, një që është nga Shkrimi i Shenjtë dhe një që na i tregon nga jeta e Shën Pais Agjoritit. Para është historia nga Shkrimi i Shenjtë te libri i gjyqtarëve. Aty na flitet për një gjyqtar që quhet Samson. Samsoni ishte një njeri i zgjedhur nga Perëndia, i pajisur me një forcë binatyrore. Dhe ai ishte thirrur për të bërë vullnetin e Zotit dhe për të shtiruar popullin e Izraelit nga midianët që ishin armiq të Izraelit. Por Samsoni kishte një dobësi, i pëlqenin femrat, jo thjesht të shoqërohej me femra dhe të krijonte familje në komunitetin e Izraelit, por të kalonte përtej, pra të lidhej me femra të bukura që nuk ishin izraelite, por ishin të një feje tjetër, të një kombi tjetër që ishin armiq me kombin e Izraelit. Kështu që Samsoni u lidh me Delilën, një grua e pashme, por që nuk kishte qëllime të mira për të. Edhe Samsoni shoqërohej dhe thoshte çfarë do të bëj mua shoqëria me këtë gruan? Un kam fuqinë nga Zoti. Por mbasi Delila e tundon Samsonin, i përgjërohet Samsoni që t'i tregoj se ku ishte fuqia e tij, dhe Samsoni tha që fuqia ime është tek flokët. Po të pres flokët, mua më mbet fuqia, sepse ai ishte një nazarin që nuk duhet i priste flokët. U vërtetua që kur erdhën ushtarët dhe mbasi Delila e kishte prerur flokët, Samsoni u bë njeri i dobët si gjithë njerëzit e tjerë dhe e verbuan. Dhe kështu ai bëri një dëm të madh vetes vet. Ju ndesh pastaj një pendim i madh dhe një sakrificë e madhe që të bënte më në fund vullnetin e Zotit. Pra, kur Samsoni njeri kaq i fuqishëm, me fuqinë e Zotit dhe me fuqi binatyrore, ra nga një shoqëria e gabuar me një grua, sa mund të bien ata të ri të krishterë ose jo të krishterë, të cilët mendojnë se shoqëria me një vajzë, pavarësisht se nuk është e krishterë, nuk mund t'i dëmtoj moralin ose besimin e tyre. Kemi gabim. Prandaj bëni kujdes ju prindër me kë shoqërohen fëmijët tuaj. Dhe mos pranoni lidhje që nuk janë të bekuar nga kisha. Lidhje martësore të cilat nuk janë me një të krishterë. Ne nuk i parashtojmë njerëzit e tjerë, as nuk i nënvlerësojmë, as si them i injorojmë, por ne nuk mund të pranojmë që të bëjmë jetë familjare të pabekuar nga Zoti në martesë në kishë, dhe aq më tepër që fëmijët tanë të shoqërohen në jetën e tyre private, familjare me njerëz që nuk kanë besimin e krishterë, nuk kanë traditat tona, nuk kanë mënyrën tonë të jetesë. Nuk mund të funksionojë kështu një familje. E para se është e bekuar, dyta nuk funksionon. Ndryshe jeton një krishter, ndryshe jeton një tjetër, një fe tjetër ose një pagan ose një ateist. Prandaj, tregoj një rast në Shën Porfiri, i erdhi një djalë që ishte bir shpirtëror i Shën Porfirit, edhe i tha, ka filluar të më vinë dyshime për Zotin. Çfarë tha Shën Porfiri? Si tha, është bjonda apo bruna? Pra, Shën Porfiri tha, ke filluar je lidhur me një vajzë tash. Prandaj ke filluar të dyshosh për Zotin. Pra çështja është, kur neve bëjmë shoqëri të këqija, ne humbasim orientimin tek Zoti dhe te morali. Dhe dyta është çfarë tregon Shën Pais Agjoriti. Një ditë te Shën Pais Agjoriti vajti një nën e shqetësuar për djalin e vet. O ati tha, djali im ishte i qetë, shkonte në kish, nuk pinte, nuk shante. Tani është ndryshuar krejt, ka shoqëri të keqe. Shën Paisi dëgjoi me kujdes i tha, nuk u prish sepse ishte i keq, u prish sepse u bashkua me njerëz që nuk ishin frikë nga Zoti. A e kuptoni? Sa ndikon shoqëria e keqe? Prandaj, i themi gjitha këto, duke kujtuar dhe fjalët e Apostullit Pavlit, që i tham në fillim të bisedës, mos u gënjeni,
shoqëritë e këqija prishin zakonet e mira. Amin.